Vërshimet e 6 dhe 7 janarit përveç dëmeve në shtëpi, lumenj dhe kanalizime kanë shkaktuar dëme të mëdha edhe në bujqësi. Xhavet Alia nga fshati Hereq thot se në parcelën e tij uji ka vërshuar nga ura pasi sasia e ujit ka qenë shumë e madhe. Dame ka bo, po qa duhet me bo, qka ashtu është, duhet me fillu me evitu, mirë po pak do dame janë pak më të kushtueshme, që kushtojnë bukur mirë në buxhetin tonë. Shefe, unë kam një plagë vjetër sa e përket ujrave, e kemi atje në rrugën kryesore, kur është shtru asfaltimi, është bërë infrastrukturë, që është një kërvepër për neve kënej, nuk mund të muan ku. Mirë po, aty nuk kanë dëgju në luginën, ku lidhet shpati me shpat, unë kam insistu që të bëhet një urë. Sepse, këtu janë pyje, ka krasitje, ka premje druve, edhe vinë mbetorinat e druve, vinë mbetorinat që i hudhin njerëz që nuk mendojnë ma gjatë, edhe mundën më bloku tubat. Kur blokohen tubat, vjen të grumbullu, edhe bën erozion të tokës. Alia thot se vërshimet kanë bërë që të shembet edhe dheu në parcelat ku kishte të mbjella aronia. Tu shifet që ka bajt tokën në aroni dhe në arë atje. Janë 1, 2, 3 kanalet cilat tash duhet mirë rikoperu disi. Po ashtu nga uji i shumt janë dëmtuar edhe rrethojat për rreth arave bujqësore. Shifet edhe rrethoja atje te Monatherra, janë rrëzu shtyllat e betonit, është rrëzu rrethoja e hekur që është, mirë po, jemi ku jemi. Xhavet Alia kërkon ndihmë nga institucionet lokale dhe qeveritare për të sanuar dëmet dhe problemet e shkaktuara nga vërshimet.